Zoti në profecin e Tij të shenjtë më thoshte se nëpërmjet studimeve biblike ai do ta bekonte popullin e Tij dhe se gjithashtu do të më çlironte, do të më mësonte dhe do t'u përgjigjej gjërave për të cilat e pyesja dhe që mbaja në zemër. Po ashtu më thoshte t'i kushtoja shumë vëmendje doktrinës dhe që në lutjen për mbyllëset që bënte bija e Tij të besoja dhe të mos dyshoja. Çdo ditë për më shumë se 1 vit pata një dhimbje të vazhdueshme koke, disa ditë më të fortë se ditët e tjera, pija ilaçe çdo ditë dhe në disa raste nuk më bënin asnjë efekt, prandaj u mësova të jetoja me dhimbjen. Në studimin biblik që bëri motra Maria Luisa në Barcelonë, në Spanjë, në lutjen përmbyllëse kur lutej për sëmundjet, i kërkova Perëndis që të më çlironte dhe të hiqte të gjithë dhimbjet fizike. Kështu, vëllezër dhe motra, 2 ditë më pas, Zoti në mëshirën e Tij më shëroi dhe deri në këtë moment nuk kam vuajtur më nga dhimbjet e kokës. Vëllezër dhe motra, në studimin biblik të kësaj jave, në pjesën e 3 në Movistar Arena, megjithse armiku deshi të vendoste pengesa që unë të mos isha në lutje në fund, qëndruam bashkë me familjen time dhe më kujtua se Zoti në profecin e Tij të shenjtë më paralajmëronte se kundërshtari, djalli nuk donte që unë të merja bekimet, por ai do të më ndihmonte, më thoshte që të përpiqesha, që në lutjen përmbyllëse, në pjesën kur motra Maria Luisa lutej, t'i kërkoja Perëndis për pjesën shpirtërore, që të më bekonte jo vetëm mua, por të gjithë bijtë e Tij. Unë i kërkova, ju luta Zotit, që të më plotësonte dëshirën më të rëndësishme të zemrës time, dhe kështu, vëllezër dhe motra, ditën tjetër në kultin e adhurimit, Zoti më pagzoi me frymën e Tij të shenjtë dhe të gjitha këto i dëshmoj për të nderuar dhe për të lavdëruar emrin e Zotit ton. Kur unë shpërngula nga vendi ku isha për të jetuar këtu, isha shumë e trishtuar. E njihja kishën, por nuk e vlerësoja Zotin. Shkoja vetëm për të dëgjuar profeci. E kisha familjen e shkatruar. Kujtoj se përpara pandemisë, Zoti më kishte thënë në profeci se duhet të merrja një vendim dhe t'i bindesha atij burri që kisha në jetën time. Unë nuk e kuptova profecin dhe thosha, ai as nuk shkon në kish, Zoti bindem unë atij. Dhe kështu në një rast, pas pandemisë, bashkëshorti im më thot të shkoj në Sinsejo. E ke të mundësuar transportin, më tha shko. Unë nuk kujtova për atë që Zoti më kishte thënë në profeci. Kur erdha këtu e kisha familjen e shkatruar. Ndihesha shumë e trishtuar dhe vendosa ta kërkoj Zotin me gjithë dashuri, duke u shkëputur nga çdo gjë. Në ato momente vuaja sepse shija sjelljen që kishte i mbir, që aso kohë ende nuk ishte diagnostikuar me autizëm dhe ende nuk kuptoja pse kishte atë sjellje. Një arsye tjetër e vuajtjeve ishte fakti se bashkëshorti im nuk vinte në kish dhe ne kishim shumë grindje me njëri tjetrin. Por Zoti më thoshte të mos shqetësohesh atecja përpara të vazhdoja e fortë. Unë u dorëzova përpara Zotit dhe nisa të shoh frytet e Tij. Në fillim burri më shoqëronte deri te dera e kishës, por unë kisha dëshirë ta shija brenda saj dhe Zoti e solli vëllezër, e tërhoqi drejt tij në një mënyrë që ai erdhi vetë në kishë, pa e ftuar unë. Më pas patëm vështirësi për të tejkaluar sjelljet e djalit tim. I fillonin krizat, me hidhte Biblën, musulmonte, në shkollë nuk kalonte as një orë kur më telefononin dhe më kërkonin ta merrja. Unë i lutesha Zotit me argumenta dhe i thash, unë po të kërkoj, por shoh se ende jam një dëshmi e keqe pasi shih se çfarë më bën të kaloj i mbir, dhe unë nuk dua të jem kështu, Zot. Dhe Zoti më ngushëllonte dhe më thoshte se ndryshimi ishte shumë pranë, por se duhet të përpiqesha edhe më shumë në mënyrë që ai ta përmbushte veprën e Tij. Dhe kështu në momenti kur më pak e prisja, mu desh të kaloj një tjetër provë. Shkova ta marr nga shkolla, djali nuk donte të ikte, për andej më gjuante gjatë gjithë rrugës dhe unë vetëm i lutesha Zotit të më jepte durim. Kur arrita në shtëpi i kisha duart e nxira dhe i thash Zotit, ja tek janë duart e mia atë, jam e lodhur Zot, nuk mundem më. Por këtu më ke, nëse kjo që po ndodh është sepse po gaboj, unë do ta pranoj Zot. Dhe nisa t'i lutem në detaje për gjithë periudhën e adoleshencës time, t'i kërkoj falje për gabimet, dhe atë ditë kur shkoj në kish ishte kult adhurimi. Zoti më foli në profeci dhe më thoshte se ai shihte se si unë ngrija duart dhe e kërkoja,
sa ai kishte parë çdo gjë që kishte ndodhur dhe sa ai e dinte se unë isha e pamundur fizikisht dhe se në ato momente ai ishte duke çliruar fëmijën tim fizikisht, mendërisht dhe shpirtërisht. Dhe kështu vëllezër Zoti e çliroi. Pas 2 muajsh, djali im ndryshoi sjellje. Tani më kanë kaluar 2 vite që Zoti e ka çliruar, nuk më telefonojnë më nga shkolla, dhe më e bukur vëllezër është se Zoti në profeci më kishte thënë që të prisja pasi mjekët do të ndryshonin diagnozën. Kisha një vizitë mjekësore për djalin dhe duke folur me mjekën më thotë: "Këtu thuhet se ai ka autizëm, por unë nuk shoh asgjë nga autizmi." Dhe ishte ai momenti që Zoti referoi kur më tha se do ta ndryshonte diagnozën. Dhe unë i thoja: "Doktoresh, le të bëjmë më shumë teste që të jeni e sigurt." "Jo, nuk është e nevojshme të bëjmë asgjë", më thoshte, sepse është e dukshme që nuk ka asgjë. Dhe aty pash përmbushjen e premtimit të Zotit se si e çliroi, pasi ajo situatë është e vështirë. Por Zoti e pa që unë u përula përpara tij, që ju nënshtrova vullnetit të tij. Sot kam atë paqe dhe lumturi në zemër dhe dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdin Atit Qellor.